atje na shkoi dhe një njeri shumë i madh, i lartë në aspektin kombëtar dhe fetar, i cili ka një emër mbi emri i cili quhet Zoti Hashim Thaçi. I kam thënë, do i them dhe do ta quaj një SPS shumë kriminale, e cila asnjëherë dhe kur s'ka dhënë asnjë provë juridike sa i përket karshia tin e burrave. Ato Kadardane fitoi një pavarësi, sot do festohet 17 shkurt, do të thënë 18 vjetori i çlirimit të Kosovës dhe i lirit njerëzve. Mirë, faleminderit. Si po kalon? Po si di thjesht. Leo të hap një respekt shumë të madh që la përshtypja, më duket tamam person intelektual. Faleminderit. Duke kështu. Faleminderit. Nga puna vini? Realisht unë vin nga një tokë tjetër që edhe i takon shqiptarëve, gjithsesi vin nga Ilirida. Nga një katun të Buzmalit Sharjazhnic, këtu në Ferizaj bukur mirë, kam ndryshuar dhe kohën dhe dinitetin tim. Plot 26-7 vite jam këtu, jam dhe banor i tokës Dardane dhe si një individ edhe i komunës dhe i bashkisë lokale të komunës Ferizajt. Çka do të ndonë sa një moment nga jeta? Po thash nga jeta ka shumë çka. Thash ka edhe të bukura edhe të hidhura. Cilat momente më shumë i ke? Të bukurat kanë qenë perëndimi, kur kemi qenë 89-98. Të hidhurat kanë qenë ardhja në luftë, ose krenaria, muj me thënë. Sepse, thash krenaria kënë fund, sepse po të kthejsh kokën majtas dhe djathash, të shikosh në tokë edhe qiellin, këtu sheh një pasuri, ku ki popull, kjo është ajo bukuria dhe ajo ëmbëlsira ta quaj, ku sot ki popull, jeton, punon, mundon ndërtohet e tjerë e tjerë. Pra kjo është lumturia e imja që unë e kam sot për sot. Po edhe tu tje do ta kem, sigurisht. Po sfida keni pasur gjatë jetës? Sfida të vështira? Po kemi pas, thashë, shikon, tani, në qoftë se him pak në histori, ne duhet dim se tu në tokën Dardane ishte një luftë shumë e shenjtë, shumë e vlerë. Pra ne ishmi pjesë asaj luftës shqiptare të Kosovës. Keni qenë pjesëmarrës si ushtrisë shqiptare të Kosovës? Po. Ishëm dhe edhe luftën e dytë, ta quaj kështu, po edhe në luftën e tretë të Iliridës, se këta të ritë shumë kush më ka pitë vallë, a ka pas luftra përveç luftës Kosovës, që nuk e njohin edhe atë luftën e Luginës Preshevë, dhe me thënë UÇPMB, që nuk e njohin që edhe Dimjenishën kishte edhe një luftë me emrin të madh, lufta shqiptare kombëtare, ma nuk ke ka me. Pra edhe pse ata periudha ishin qaq që të dhëmshme u bën edhe shumë krenare. Sepse toka Dardane fitoi një pavarësi, sot do festohet 17 shkurt, do të thënë 18 vjetori i çlirimit të Kosovës dhe i lirit njerëzve. Po megjithatë më vjen keq që Lugina e Preshevës dhe pjesë e Iliridës kanë mbet në gërç të servelizmit të di shteteve më kriminale që mujt i quaj lirisht, sepse edhe kjo është shumë e pranueshme. Falë që ndërhy, e kem prag pavarësisë, drejtorin e pavarësisë Kosovës, mirë po jo një përvitor i kompletuar me që çlirimtarët tanë janë padrejtisht atje të mbyllur. Si e sheh këtë? Ati do sha dalë sepse pak para se me dalë prej banesës, po i ndjek seancat e prokurorisë të njëanshme speciale, e cila deri më sot i kam thënë, do i them dhe do ta quaj një SPS shumë kriminale, e cila asnjëherë dhe kur s'ka dhënë asnjë provë juridike sa i përket karshia tin e burrave, të luftrave dhe të çlirimit që sot do të festohet në Kosovë. Vërtet, ne po përgatitemi të festojmë për 17 shkurtin. Ne udhëheqmi një iniciativë që titullohet Të gjithë për luftëtarin. Kjo iniciativë ka bën jehon si në protestën e Prishtinës, si të Hagës, si të Tiranës, po edhe në
kryeqytetin e tokës Dardane Shkupin, kohën e fundit. Tani po mundohemi që edhe kësaj feste t'japmi një mesazh që pikës pari do të shkojmë te vula e Qërimit të Kosovës në prekazin heroik, nderojmë dëshmorët e kombit. Më pastaj pas asaj do të shkojmë drejt të Prishtinës në protestë. Sa i përket pyetjes tënde se si ne festojmë, të them të drejtën, festojmë me pikëllim. Megjithatë, do doja shumë që Kuvendi i Kosovës, që është vënuar për një vit e ca, pa ndërtimin e institucioneve, që nuk ke e gatshme kurrë asnjëherë të bëjë një rezolut kundra asaj specialës kriminaleve, ti thot edhe prokuria e quajmë edhe këtu në tokën Dardane që kemi edhe prokuri speciale, apo edhe kjo kur nuk bën një kërkesë karshi asaj SPS që thot ata burra liromi se unë këtu ose i dënoj ose i liroj. Prandaj kërkesa, mungesa e institucioneve tona ka qenë e mangët, është e mangët deri më tani, edhe ata burra nuk e meritojnë prangosjen, përveç se e meritojnë lirin, si të gjithë të tjerë, sepse ata ishin shtillat e Qërimit të Kosovës, ndërtimit shtetit, dhe atje na shkoi dhe një njeri shumë i madh, i lartë në aspektin kombëtar dhe fetar, i cili ka një emër mbi emrin i cili quhet Zoti Hashim Thaçi. Ai burr nuk e arrestuan. Ai la detyrën, tha unë të përgjigjem, ju përgjigj, por ajo gjykatë speciale e njanshme bëni të gjithçka të pamundën për ta bën një vrasësi ndaj këtyre burrave. Po tani me sa e shoh mbrojtja e kësaj mbrojtja e këtyre burra, po duket se ka ne i thojnë një fjalë popullore, është duke ja mbath thumat SPS-s, të cilat janë fun e kri të paguar, dhe fun e kri janë të shantazhuar, dhe fun e kri janë të mashtruar. Prandaj unë do të dëshiroja që të gjithë aja pale SPS-s, aja të dënohet me burg, ata të ngelin me burg, e qërimtarë tonë na kthehen këtu në tokën tonë të lame me gjak Dardani. Dhash Zoti, të kthehen sa më shpejt. Dhash Zoti, falënderes. Krahasim shumë që takuam ty. Turoj shëndet, gëzimin, jetën tuaj.